babin kam pasur një komunikim përtej raportit vajz-baba, kam qenë absolutisht shumë e përkëdhelur me të, domethënë nga ai, të diplomacinë, domethënë këtë mënyrën e komunikimit qetësisht, butësisht, e kam absolutisht të trashëguar nga ai. E shohim edhe një anë tjetër të Edës, që shumë rrallë mundemi me pa, të fort gure, e fuqishme, plot mesazhe të bukura gjithandej, por është edhe një anë tjetër e Edës, secilit prej neve, shumë emocionale, e ndjeshme për njerëzit ma dashur secilit, është padyshim termi nane dhe babë, kështu që atë sa mundesh. Unë me mamin, tani, mami dhe babi kam pasur atë rolin bad cop, good cop. Mami ka qenë bad cop. Ajo që na siltëm Terezi, që na fuste në shina. Ajo që na tregonte rregullat, që na tregonte se ç'a duhet bënim, ç'a s'duhet bënim, dhe ajo me cilën unë jam për lamas shumë ty. Babi pastaj ishte pajtuesi i familjes, në atë kone kishim pajtuesit e partive politike në Shqipëri që ka qenë një personazh që quhej Vranjicki, edhe mamin hajgare ja bënte gjithmonë ti e Vranjicki shtëpis, se gjithë na pajton, na maron mes veti. Unë me babin kam pasur një komunikim përtej raportit vajz-baba, kam qenë absolutisht shumë e përkëdhelur me të, domethënë nga ai, nuk, domethënë dhe këtë qetësinë që ju e shihni, unë e kam trashëguar nga ai. Këtë diplomacinë, domethënë këtë mënyrën e komunikimit qetësisht, butësisht, e kam absolutisht të trashëguar nga ai. Por, pjesën shpat, që i pren senet, mandej e kam të trashëguar nga nona ime. Një miks i bukur. Miks i bukur edhe vizualisht, po të shohësh unë gjaj nga të dy. Jam një miks i të dyve, nuk është që jam 100% bab, nuk jam që jam 100% nan. Mamën e kam të Kolonjës, të Jugut, njerëz që Tersekës, njerëz që njihen për mençurinë e tyre, njerëz që njihen për shumë virtyte dhe për shumë trimëri. Fajkonica, Fanoli, një pjesë, domethënë mos hy pastaj se cilat figura kombëtare vinë prej asaj zone. Babin Elbasanli që njihen për njerëz të qetë, njerëz të butë, njerëz jashtëzakonisht shumë të edukuar dhe njerëz që librin e kanë pasur prioritet. Arsyeja pse unë jam duke përfunduar doktoraturën time sot është shamaneti babës tam. Shkolla dhe shkollimi. Nëse ti nuk arrin të shkollohesh, nëse ti nuk arrin të investosh të truri yt, atëherë çka? Prej kujna po pret. E ke kështu ndonjë frazë ose këshill ose ndonjë farë parimi të jetës që e ke prej babës që të ka përcjell gjithë jetën edhe me një farë forme mënyrë direkte ose indirekte gjithmonë ka qenë aty edhe po të ka përcjell. Edhe në një moment saktum ke thonë, po, adhe të kujtohet një frazë që me të vërtet nuk ndryshon,